Mos flini kurrë përmbys, nuk do ta besoni se çfarë po i shkaktoni trupit tuaj. Gjumi është i rëndësishëm në jetën tonë, ai mund të cilësohet si një ndër sekretet për të qenë në formë dhe për të përballuar më mirë ditën. Gjumi dhe cilësia e tij ndikojnë shumë në shëndetin tonë, prandaj ekspertët kanë lajme të këqija për ata që adhurojnë pozicionin e fjetjes barkas. Ky pozicion mund të shkaktojë probleme të shumta të cilat lihen pas dore. Gjumi cilësor do t'ju nevojitet që të flini në anën tuaj të majtë dhe një yastëk i rehatshëm, jo shumë i lartë si edhe një dyshek i mirë. Persona që flen përmbys dhe mbajnë kokën nga njëra anë e yastëkut duke zgjatur tej mase qafën, gjë që sill më pas probleme në shtyllën kurrizore. Sugjerimi i ekspertëve është fjetja me shpinë ose të paktën në krah të majtë.